Mirëmëngjes të nderuar miq virtual dhe real. Jemi në Sarandë sot disa ditë këte nga zona e Sarandës në jug. Edhe po shikoj që shumë pak ka kosovar. Shifini makinat në parking, i keni kryesisht me targë shqiptare, është një kosovare, shqiptare dhe një me targa greke nga Bashkimi Evropian. Këtu në parking. Edhe në parkingjet e tjera që shikoj në Sarandë, e njëjta gjë, shikoj vetëm targa shqiptare dhe tuaj të ardhur ndoshta me tragete, me avion, me makina me qira me targa shqiptare. Dhe shikoj që Saranda i ka humbur kosovarët, ashtu si që humbi dhe Durrësi. Shikoj shumë pak kosovar. Dhe po të shikosh restorantet janë pothuajse bosh. Janë të mbushura fast foodet, por janë të mbushura me sa duket me klientë të shtresave të varfra, me pak të ardhura, si student apo punëtor të ardhur në një pjesë nga Italia, por ka dhe nga vende të tjera. Kam parë pak polakë që shikonja vitet e tjera në për rrugët e Sarandës dhe ankohen këta pronarët e restoranteve sepse nuk i shkojnë klientë, të gjithë shkojnë në ushqime fast food, në ushqime të lira. Shikoj dhe familjet tëra me fëmijë që shkojnë në për fast foodet janë plot. Kjo tregon që ka rënë numri i klientëve të mesim që ka pasur dikur Saranda dhe i kosovarëve dhe të gjitha të restoranteve ankohen. Gjithashtu kam vënë re që cilësia e gatimit në këto restorantet ku unë shkonja dikur në drekë, që konsumonja drekën, ka rënë në ushqimet e peshkut, në këto ushqimet e mesit, rizotot, pastat, makaronat, ka rënë cilësia e gatimit në të njëjtat restorant që shkonja dhe shikoj që ka guzhinjerë me cilësi më të dobët. I kam parë, sepse i kam njohur guzhinjerët e vjetër dhe shikoj që kanë marrë guzhinjerë të rinj me pagesa më të ulta, por vazhdon ajo pangopsia që me 2 muaj këta tjetojnë gjithë vitin dhe mos punojnë më dhe sulen si të çmendur, si të tirëmbejnë lekët, jo kudo, po në një pjesë të këtyre restoranteve të sulen si e si të marrin lekët. Çmimet e këtyre trageteve kanë shkuar një bilet të vesh në Korfuz, që aku është 5 km, 4 km me këto tragetet, 40 euro, kurse nga Korfuzi në Romë është 35 euro, në mos gaboj më thanë bileta e avionit. Pra nuk ka strategji dhe këta nuk e organizon ndonjë shoqatë këta të turizmit që t'i mësojnë për të punuar në mënyrë afatgjatë. Kështu punuan gabim në Durrës me kosovarët dhe sot ata ose ikin në Greqi, në Ulqin, në Dubrovnik dhe në plazhet e Kroacisë, dhe ose ikin vetëm në plazhet e veriut, të cilat në fakt e kanë rritur ndjeshëm me sa kam parë cilësinë e trajtimit të klientëve të tyre, të turistëve dhe sidomos të kosovarëve, po i trajtojnë në mënyrë në dinjitoze dhe ata shpenzojnë në më pak duke vajtur në plazhet e veriut. Kam frikë se këta sarandiotët po ju ikën dhe këta shtresat e ulta dhe studentët po u ralluan. Nuk e di
kam frikë se mos ju falimentoj turizmi nga pangopsia, babëzia dhe shfrytëzimi në mënyrë të paskrupullt në gjithë jugun i turistave, dhe me sa shikoj më shumë dhe në këto plazhet e Radhimës, edhe këto, ku e di unë çfarë janë këto më lartë, më poshtë, në Jale, në Lukovë, ka mbetur vetëm me shqiptarët që vinë nga Tirana kryesisht, por që edhe ata përpiqen t'i grabisin në mënyrë të paskrupullt me çmimet jashtëzakonshme. Vazhdon gabimi i turizmit, dhe kur i pyes, të gjithë janë të pakënaqur dhe thonë jemi më keq se vjet, dhe nuk e kuptojnë që fajin e kanë vetë, sepse s'kan punuar ndër vite në mënyrë profesionale dhe të hanë çdo vit si miu dhe jo si ariu, duke qenë të pandershëm një pjesë e madhe e tyre në biznes, dhe duke mos e parë klientin si mbret, por si skllav të tyre. Tung tung.